në 888 qendra votimi mund të mos ketë energji elektrike. Tashmë arsohet herë dhe nuk e di se si do zhvillohet procesi në qendrat votimit ku nuk ka energji. Secila qendër e votimit do të jetë mbuluar me një zyrtar të informatave dhe raportit që posedojmë dhe për me keq, 666 prej tyne paraqesin rrezikshmëri të lartë, do thotë që potencialisht nuk do të ketë energji elektrike. Kjo paraqet shqetësim të madh për faktin se nuk e di, tashmë arsohet herë dhe nuk e di se si do zhvillohet procesi në qendrat votimit ku nuk ka energji, ku nga këto 888 491 prej tyne nuk posedojnë gjenerator, të cilët do të siguronin dritat mjaftueshme për mbarvajtjen e këtij procesi. Këto shifra për mua janë shumë alarmante dhe bëj thirrje institucionet përgjegjëse që të marrin masat, ndoshta edhe në komunikim të ngushtë edhe me kryetarët të komunave, pse jo, apo ku ta diunë se cilat do të jetë rruga që ata do ta ndjekin, në mënyrë që ajo dita e diel pra të ketë drita, të ketë energji për të zhvilluar një proces i cili në rastin konkret për cilin po flasim ose në mungesë të energjisë elektrike mund të vënë në pikpyetje mbarvajtjen e procesit, pastaj dyshimet dhe deri tek cënimi dhe integritetit procesit dhe rezultatit zgjedhor. Lidhur me energjinë elektrike, po ne kemi marrë një raport prej KEC-it dhe në momentin e marrjes së këtij raporti unë e kam dalë edhe me ju, do të thonë me KQZ. Sot e kemi pasur takim edhe me Kostin, i cili është përgjegjës për transmisionet, do të thotë të energjisë elektrike. Pikat më problematike në teritorin e Republikës Kosovës janë Rahoveci, e cila është përndan energjinë edhe për komunën e Malishevës, do të thotë janë dy komuna që janë shumë problematike, edhe është Prizreni 1, që është zona, që është qendra e Prizrenit, ku transmisioni që furnizon Prizreni 1 e furnizon edhe komplet komunën e Dragashit. Këto janë dy problemet shqetësimet më të mëdha të kostit sa i përket transmisionit. Në anën tjetër, KEC-i në ditën e zgjedhjeve ka me operu dikun me rreth 1050 zyrtarë që i kemi pas në teren, që i bie që në secilën qendër votimi do të ketë, secila qendër votimi do të jetë mbuluar me një zyrtar të KEC-it, që do të jenë funksion të procesit zgjedhor. Dhe këto tash po ashtu në takimin e sot na u bë me dije që Kosti bashkë me KEC-in e ka një plan të veprimit për ditën e zgjedhjeve, edhe kështu që ata këto dy institucione bashkërisht do të marrin masa që me evitu problemet e mundshme që mund të shfaqen gjatë ditës së zgjedhjeve. Po flas në verzionin kur ka rrymë dhe s'ka probleme, e ka shkollat komunave pa dallim, që ja s'ka rrymë koridori, ja nuk ka poq elektrik sala ose dhoma ku organizohet procesi votimit, andaj si sekretariat, po edhe antartë të lëbojnë të secili tek partitë të kryetarët e komunave përkatëse që le t'inrojnë ata poqa elektrik, qoftë mrena klasëve, qoftë edhe në koridore, le t'i rregullojnë punë që i kanë, përsipër se janë objekte që janë në shfrytëzim realisht. Dhe kemi pas raste në secilin proces zgjedhor, ku nuk ka pas, jo s'ka punu themi furnizuesi me rrymë, ose nuk ka punu poqë elektrik, ka qenë jo funksional, qoftë në koridor apo në klasë që organizohen si vend votimi, andaj unë i inkurajoj edhe kolegë këtu, po edhe kryetarët e komunave që ata si inkurajoj, por ju bëj thirrje që t'i zbatojnë obligimet ligjore që lidhen me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, po ato janë edhe obligime ligjore edhe në fushën e obligimeve që i kanë në sferën e organizimit të mësimit para universitar në këtë rast, që t'i kryjnë këto obligime dhe që ditën e zgjedhjeve t'i kemi të gatshme këto shkolla për mbarvajtje të procesit, gjithashtu fatkeqësisht ende ka shkolla dhe mendoj që ka ardhur një kohë që si më thonë,
ta vendosim një listë edhe të këtyre shkollave dhe të kryetarëve të komunave që sa kohë radhazi, shkollave nuk ua kanë siguru atë pjerrinën ku rastet me personat me nevojat veçanta ose atë të kufizume nuk kanë mundësi me u kyç direkt në shkollë, sepse ju mungojnë edhe pjerrinat. Pra janë një set i problemeve që në vazhdimsi na përcjellin neve, po për cilat KQZ-ja nuk është përgjegjëse fare, po përgjegjësia kryesore në shumicën e këtyre rasteve, hiç veç furnizimin me rrymë i bie 100% komunave, pra niveleve komunale, kryetarëve të komunave edhe autoriteteve lokale në përgjithësi. Andaj ftoj ato që t'i kryjnë këto përgjithësi që i kanë, një përgjithësi ligjore, po i ftoj edhe krejt përfaqësues të partive politike që i kanë kryetarë të caktuar në këto komuna, që një farë mënyre ta luajnë rolin e tyre që të sigurohen që ata këto 2-3 ditë para zgjedhjeve t'i kryjnë këto pak obligime që janë të karakterit themi teknik. Ti ndrojnë që da poqa, ti nërejqin furnizues me energji elektrike, që kemi pas raste që prej koridoreve nashta zgjatim të kablave deri në 20-30 metra për me mujt me siguru funksionalizimin e kamerës në qendra caktuara të votimit apo në vend votime. Faleminderit.